Ne ishim me fat, nëse më leni ta shpjegoj, që kishim Ibrahim Rugovën, që priste, Thaçi ka pasur pikpamje të tjera dhe ka ndjekur një kaos tjetër. Por unë kam lexuar që ka pasur dhunë ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. Këtë më kujtohet që kam lexuar. Generali Reinhardt këtu flet për Hashim Thaçin, në një konferencë për luginën e Preshevës dhe thotë si në vijim. Ai fillon: mesazhi im është i shkurtër. Jam shumë i shqetësuar për ngjarjet e fundit në luginën e Preshevës. Situata në kufi mes Kosovës dhe luginës së Preshevës mund të përshkallëzojë shumë shpejt dhe të krijojë një konflikt që do të ndikojë në të gjithë rajonin. Kjo nuk është në interesin e popullatës, të forit apo të komunitetit ndërkombëtar. Prandaj ne e dënojmë përdorimin e dhunës në këtë zonë. Kalojmë në faqen tjetër që të shohim Hashim Thaçin çfarë ka thënë në të njëjtën konferencë për shtyp. Thaçi ka një pikpamje krejt të ndryshme. Ai akuzon palën serbe se ka rifilluar genocidin edhe dëbimin e personave. Ai shpjegon situatën e refugjatëve që ka parë dhe pretendon se ata atyre është dashur të kalojnë në këmbë përmes bjeshkave me sendet e tyre të fundit. Mbas ai ka qenë në një film tjetër nga ai flet më pas për vuajtjet e shqiptarëve që janë përsekutuar, që nuk janë më të gatshëm të pranojnë këto gjëra. Edhe nuk tha asnjë fjalë që ai distancohet nga UÇMBP-ja, nuk tha asnjë fjalë për sigurinë, por përkundrazi tha të kundërtën, dha deklarata të rreme dhe bëri propagandë. Unë jam shumë i zemëruar që nuk mund të ndërhyj tani përpara kamerave që po na xhirojnë. Sa po dal nga dhoma, unë e ballafaqoj Thaçin, ai është krejt i befasuar, më le fare pa fjalë, dhe unë i thash që tradhtove besimin tim. Ai pretendon se foli si një politikan i shqiptarëve të Kosovës dhe i thash që nuk do të bëj më asnjë konferencë të ngjashme me ju, të tillë, dhe do ta kufizoj deri në minimum bashkëpunimin me ju. Kjo nuk duket se bezdis Thaçin. Ai ka bërë pikat e veta kombëtare në thonjza dhe ai pret të siguroj miratimin e popullatës shqiptare. Më pas marsa kër dhe i thash që më kanë zhgënjyer thellësisht, që më kanë zhgënjyer thellësisht dhe nuk do dal më asnjëherë me të përpara mikrofonëve, sepse ky person nuk duhet besuar. Generali Clark po ashtu është i natosur, pasi Thaçi atij kishte premtuar diçka krejt të ndryshme. General, mi kujtohet kjo ngjarje që ka përshkruar generali Reinhardt? Po më kujtohet kjo ngjarje. Pyetje. Përshkrimi i generalit Reinhardt, nësa ju kujtohet ju është i saktë? Përgjigje. Unë nuk kam qenë personalisht atje dhe nuk e di çfarë ka ndodhur, por unë e di që ishte një situatë ku bëhej një kalim i UÇK-s nga një organizatë ushtarake dhe rezistence në një person që kërkonte të siguronte të ardhmen politike për veten e për vendin e tij të Kosovës. Ne ishim me fat, nëse më leni ta shpjegoj, që kishim Ibrahim Rugovën, që priste dhe ishte një lëvizje politike që ishte e shtrirë në gjithë Kosovën në fakt kur kemi hyrë ne. Dhe kjo lëvizje politike u rishfaq me Partinë Liberale Demokratike të Kosovës dhe me Ibrahim Rugovën, si me sa më kujtohet. Pra, Thaçi ka pasur pikpamje të tjera dhe ka ndjekur një kaos tjetër. Por unë kam lexuar që ka pasur dhunë ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. Këtë më kujtohet që kam lexuar.